A e dini kujt nuk I refuzohet lutja tek Allahu I madhëruar? Atëhere, hajde ta ndëgjojna se çka ka thonë Muhamet Arifi, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Din kujt nuk I refuzohet lutja? Njeriu të cilit ju ka bo dam. Njeriu të cilit ju ka bo dam është njëra prej lutjet që nuk refuzohet, nuk ka perde me krijuesin. Njëri që ke bo dam, ati shpirti dhem. Ai kur tullet thotë mërë zot. S'ka lidhje me besimtara, fal namazën nuk fal. Se kam një rast konkret, s'ku du me përmend, po që e di sakt që ju ka bo një padrejsi shumë e madhe. Nuk ka, musliman ka qenë praktikus. Lutja që ka bo ai njeri nuk është dëvonu. Se ka qenë lutja se është thy. Ka krijuesi për këta njerëz që thehet se mos për këta nuk e refuzon lutjen e tyre. Pasha Zotin e madh në për shumë video ju kom thonë mos e lëndoni kërkën, sepse lutja që mundet me bo I lëndumin këtë rast është shumë e madhe tek ilumi Allah edhe mundet me ju kthye në të njëjtën mënyrë që e keni lënduar dikën. Prandaj mos e lëndoni robën e Zotit, sepse Zoti ta jep dënimin që te meriton pastaj. Po ktheu tek rruga e Allahut të madhëruar, filloja mu fal. Fillo me lexu Kur'an, nuk ka më të rënë ndërmend me lëndue robën e Zotit. Po edhe nëse bëhet për me lëndue, shko kërkoj falje, sepse Zoti ka thonë mas pari shko kërkoj falje atinaj që e ke lëndue, pastaj hajde kërkoj mu. E rujt Zoti prej çdo të keqe, e inshallah kur nuk e lëndoni e as nuk e bëni me kajt kërkën.